Shqipëria ka blerë sistem raketor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtë e njoftoi Ministri i Mbrojtjes Pirro Vengu. Për të folur mbi këtë detaj dhe këtë proces, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin Zaç Islami. Zoti Islami, faleminderit shumë për kohën që gjetët për këtë intervistë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Zoti Islami, si ju duket ky zhvillim që tashmë kemi blerë raketa nga SBA? Për mua është më pozitiv i mundshëm, bile shumë pak akoma, shumë pak. Problemi është që çfarëdo lloj sistemi që të blejmë ne, dhe çfarëdo lloj armatimi që të blejmë ne, më përpara ka shkuar në Athinë, pastaj e marrim neve. Sepse ne kemi vënë ministër mbrojtje një grek. Kemi vënë ministër mbrojtje një grek. Zvënës ministër mbrojtje grek. Nuk e ka shqiptarët mbrojtjen e shtetit në dorë, e kemi lënë dorë të grekëve. Nëse ne jemi pajisur me raketa, pavarësisht se kush është ministër, ne raketat vinë në Shqipëri, nuk shkojnë në Greqi apo jo? Tani, unë fatmirësisht kam punuar në mbrojtjen kurajrore shqiptare, kam qenë teknik, radioteknik atje, në SAUK lartë. Kam vajtur dhe kam bërë riparime të ndryshme kur isha në ushtri në të 4 grupet e raketave, qoftë në Kruj, qoftë në Krab, qoftë në Maminas, qoftë në Patos, dhe unë e di shumë mirë se si funksionon ajo punë. Problemi është që ne sekretet ushtarake i kemi në dorë të greku, domethënë gjithçka që ka Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë ka shkuar me kohë në Greqi. Thjesht ne mbajmë çelësat e kashtës, sepse sekretet dhe të dhënat ushtarake që nuk duhet i ketë asnjë nga komshit tanë, ne ja kemi dhënë grekut. Mos shkoni më tutje, ne kemi shitur mbrojtjen te greku. Zot Islami, është koha që ashtu siç blejmë raketat, të blejmë dhe armatime të tjera, pasi shumë vende po e artikulojnë tashmë që mund të ketë luftë? Është nevojë imediate, shumë imediate, që ne të konsolidojmë njëherë mbrojtjen ajrore, duke krijuar, duke hapur shkollë në aviacionin dhe duke pasur aviacionin ton luftarak. Dhe përveç atyre raketave, ne duhet patjetër që të kemi një numër të caktuar, të paktën 50-60 avionësh të sofistikuar që mund të na japin amerikanët, gjithë që duhet të na japin, me që kemi miqësi tradicionale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ndërkohë duhet me çdo kusht të qërohet nga Ministria e Mbrojtjes udhëheqja greke. Ky është kusht që Shqipëria të ketë sukses dhe të ketë mbrojtje të mirëfillt, të ketë, se ai që do na sulmoj i pari është greku, që ta dini, në aleancë me Serbin, pa diskutim. Ne kemi një grek në ministër mbrojtje në një kohë që me Greqinë jemi në gjendje lufte. Ore, e vlerësoj shqiptarë këtë fakt apo jo? Jemi në gjendje lufte, zotëri. Prandaj edhe ministri i jashtëm Elisa Spiropali i tha homologut të tij, duhet hiqni ligjin e luftës. Ja kërkoj zyrtarisht. Jo, zyrtarisht bëhet me shkresa, nuk bëhet me fjalë në konferenca shtypi. Ato t'i lën ata, lajnë gojnë ata, më ka shunën me lagojnë, thonë Tirasit. Jo, zotëri, heqja e ligjit luftës bëhet me sankcione, o do heqet ligjin e luftës, ose do vëm kufirin, do ullëm trarin në kakavi. Kështu heqet ligji i luftës. Por ne jemi të shitur, jemi të trajtuar nga udhëheqja shqiptare, nga shteti shqiptar, nga parlamenti shqiptar, nga nga Kuvendi i Shqipërisë, nga Kryeministria shqiptare, jemi të shitur, zotëri. Zoti Islami, po pse kemi këtë shitje ndaj Greqisë? Çfarë fitojmë prapë? Kemi frikë, greku është më i fuqishëm se ne, ja kemi nevojë, pse ndodh kjo? Ka agent të tij, spion të tij greku në Shqipëri, duke filluar që nga Matahari, zvendës kryeministria. Zotëri, ju jeni gazetari, ju shikoni gjërat, edhe i ndiqni ngjarjet një për një. Që të kesh zëvendës kryeministrin në agente të huaj, është i ke tëra je i shitur, ke mbaruar si shtet. Prandaj duhet një përmbysje radikale në udhëheqjen e shtetit shqiptar.
duhet kaloj te një temë tjetër, bëhet fjalë për disa lajme që kanë qarkulluar ditën e sotme ku disa deputet Kuvendi i Shqipërisë marrin bonus për qiran 350 euro, pra për qiran e shtëpisë, pasi nuk jetojnë në Tiranë. A duhet ta marrin këtë qira kur deputeti zgjidhet për qenë, po themi, deputeti i një qarku dhe duhet qëndrojnë atë qark, pse duhet ketë shtëpi në Tiranë? Zotri, kjo është në kuadrin e planit afatgjatë të varfërimit dhe të shpronësimit dhe të quarjes të kthimit të popullit shqiptar në sklever të mirëfillt. Kjo është vjedhja tjetër që i bëhet popullit shqiptar. Domethënë, nuk i mjaftojnë 5 milion lekë rrogë deputetit, po dashka dhe 3 milion e gjysmë të tjera për qira, 350.000 të tjera për qira, çfarë bëhet kështu? Po kanë për që kush e humbi turpi ta gjej Edi Rama. Që kjo bonus qiraje që dashkan ata, të mos ikin në rreth, të rinë aty, mos rinë Tiranë, bëjnë të rinë aty ku jetojnë. Të vinë Tiranë kur ka mbledhjet kuvendit dhe kur vinë Tiranë u paguhet benzina, çfarë duan më? Jo më jo, është vjedhje mirëfillt e organizuar dhe e sinkronizuar me saksesi matematike, vjedhja dhe varfërimi i shqiptarëve. Prandaj unë shqiptarëve u bëj thirrje për ditë dhe u them çouni mor të mjerë, çouni mor se po ju shkelin, po ju shtypin, po ju kthejnë si miza, po ju kthejnë në krimba. Ktheuni, çouni. Avokat, po pse një heshtje, një pesimizëm e shqiptarëve dhe nuk çohen, pra siç edhe shumë vete kërkojnë që të ketë reagime? Se u bë dhe protestë opozitës dhe nuk ishte aq masive sa duhet ishte. Pra fillojmë me opozitën ti. Ne duhet pyesim për opozitën, se opozita është e rëndësishme, s'është qeveria. Duhet kemi një opozitë. Po të kishe opozitë, jam dakord me ty. Por nuk ke opozitë, zotëri. Absolutisht jo. Opozitë nuk e fare. Ke vetëm një pjesë gjysma e ndarë në Partia e Punës në 2 pjesë PD-PS, dhe ata luftojnë me njëri tjetrin për llokma, për brashnja, për prona, për vjedhje, më thash, nuk luftojnë ata për popullin shqiptar dhe për mirëqenie. Ju shikoni, kërkon deputeti me 5 milion lekë rrogë, kërkon dhe 350.000 të tjera për qira. Ç'bëhet kështu më? Ç'bëhet? Ku i kanë edhe ti thua opozita? Pse se kundërshton opozita këtë nismë të këtyre deputetëve? Pse ishte dakord opozita që shqiptarët, që deputetët shqiptarë të bëjë rroga 5 milion? Ka dhe deputet opozitës që e marrin këtë qira. Pra janë bashkë. Janë bashkë. Çfarë do bëjmë? Po na vjedhin bashkë. Urdhë? Çfarë do bëjmë? Në rrugë, përmbysje, unë kam thënë, të ngrihet popullin kryengritje të përgjithshme. Të bllokohet, nuk është nevoja fare që të bëjnë as sherre, as amatara. Të mbyllet dyqanet. 2 ditë, 3 ditë, blok gjithë ekonomisë, shifeti, dorëzohen këta apo s'dorëzohen, qërojnë apo s'qërojnë nga pushteti. Po jo më jo, shqiptarët flënë, prandaj mirë ua bëjnë që ua bëjnë kështu. Pak e kanë, mua më e keq, kam lindur vetë këtu, jam vetë, jetoj vetë, luftoj vetë, si që shqipni, dhe si që kini parë intervistat e mia, po jam vetëm. Shqiptarët nuk lëvizin. Dhe këtë që u bën ky batakçi, ky pallosh i gjatë, ky hajdut, ky njeri pa fytyrë, i pa nder, i pa cip, i pak e kanë. Çfarë mendoni për këto 2 ndryshime dhe në vend të këtyre ka çuar zëvendës ministrin që e ka pasur, te ministri e vet dhe sekretaren e përgjithshme që e ka pasur po te ministri e vet? Si gjykoni këtë lëvizje? Ka hequr sa hajdut e ka vënë sa hajdut të tjerë, thjesht fare. S'ka si gjë, absolutisht asgjë mos prisni nga këto. Ka hequr sa hajdut e ka vënë sa hajdut të tjerë. Se si duket ata janë dhe konspirorë, ose nuk i japin ato që u kërkon ajo, edhe për të i ka ndërruar. Nuk ka, këto janë, e di që këto janë aspirina që i vënë pushtetit këta, me qëllim që të vazhdojnë të rigjatë. Nuk duhet të rrinë, zotëri, duhet të qërohen nga pushteti. Kjo është zgjidhja. Kjo është zgjidhja imediate dhe pa diskutueshme dhe urgjente që duhet të bëj populli shqiptar, të dalë në luftë, të bllokojë ekonominë, të mbyllë dyqanet, të bllokojë rrugët,
të mbyll dyqanin, se detyron dot polici të hap dyqanin qytetarët shqiptar. Jo. Po ata nuk e kuptojnë që ata shitsa, që ata tregtar që darkë për darkë i japin parat gangsterëve që u vën nga tatimet edhe nga taksat, dhe kënaqen me ato 5 lekë që fitojnë. Pra jemi në hall me botë kuptimin shqiptar, me mendjen e tyre, me kërkesat e tyre. Jemi në hall të madh. Ndaj po them që këtu problemi është tek neve, nuk është e udhëheqja e shtetit. Ata për atë punë kanë marrë pushtetin dhe atë punë do vazhdojnë. Dëgjoj, Mjellma mori Cvurkun, akrepin, skorpionin, nga njëri brek i lumit në tjetrin. Dhe kur ai akrepi zbriti dhe e kaloi bregun tjetër, para se të zbriste e pickoi Mjellmën. I thot Mjellma, po pse më pickove, i thot. Po unë këtë ditë bëj, thaj, këtë detyrë kam. Pra këtë ditë të bëjnë zotëri, të vjedhin dhe të hanë njëri tjetrin. Po më them, inshallah vrashin njëri tjetrin të shpëtojnë popullin. Po shqiptarët çfarë bëjnë avokat ndërkohë që ata vjedhin? Kush? Shqiptarët çfarë bëjnë ndërkohë që ata vjedhin? Flën. Përfitojnë nga rasti se nga ato që vjedhin ata u japin dhe këtyre nga një bisht qepe, ose bisht prasi, edhe në rregull jemi thonë, aq kërkesa kanë shqiptarët do zotëri. Po aq kërkesa kanë, se po të kishin kërkesa do ngrisin si që kanë ngritur bujqit e Greqisë, të Francës, të Gjermanisë, të asaj Belgjikës, do bllokonin rrugët me traktor, po ata kënaqen se u japin ato helmet këta që rrisin në mënyrë artificiale frutat e perimet, edhe fitojnë 5 lekë edhe mbijetojnë me ato dhe aq s'kërkojnë më shumë, sepse atyre u takon që nafta të paguhet me 30% të vlerës tregut. Po se kërkojnë të vdekurit e të pambuluarit. Nuk e kërkojnë, miru a bëjnë, miri gjë. I shtypin. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi si për herë. Faleminderit dhe unë, dhe gjej rastin këtu që nëpërmjet ekranit tuaj të falenderoj qytetarët e Gjirokastër, sepse dje që isha në Gjirokastër, kam pasur një kontakt dhe një mirënjohje të jashtëzakonshme nga 10 qytetarë Krakova, se praktikisht jemi bërë persona publik dhe që nga larg tjetër që njeh dhe vjen të shpreh mirënjohjen. Dhe unë duhet të përshëndes qytetarët e Gjirokastër dhe të shpreh mirënjohjen e tyre, mirënjohjen time për mbështetjen e tyre dhe kurajimin që na për të folur dhe për të thënë gjërat që duhet thënë për të vënë gishtin në plag. Faleminderit zotëri.